Bismillahirrahmanirrahim. Miqtë mi të nderuar, këtu nga Xhamia El Fatih në Amsterdam të Hollandës, ju përshëndes me përshëndetjen më të mirë, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kjo xhami më herët ka qenë kish dhe Zoti i gjithësisë me mirësinë e tij i ka mundësuar muslimanëve këtu në Hollandë ta blejnë dhe ta shndrojnë në xhami. Xhamiat, si thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, janë vendi më i mirë mbi faqen e dheut dhe më i dashuri vend tek Zoti i gjithësisë, siç është përmendur në hadith, ahabbu biqa'il ardhi ila Allah masajiduha. Vendet më të dashura mbi faqen e dheut tek Allahu i madhëruar janë xhamit. Zoti i gjithësisë e ka bërë xhamin shtëpinë e tij të hapur për mbar njerëzit, për ata që e besojnë Zotin dhe e adhurojnë, për ata që duan ta njohin Zotin, ta njohin fenë e tij, ta njohin të mirën, ta njohin drejtësinë, në mënyrë që nga xhamia të burojë dija, drejtësia, devotshmëria, paqja, mirëqenia, siguria, stabiliteti dhe çdo gjë që i nevojitet njerëzimit dhe botës për mirëqenie dhe rregullim. Allahu i madhëruar në Kur'an ka thënë: "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Xhamiat janë të Allahut dhe vetëm për Allahun. Ndaj mos lusni kënd tjetër përveç Allahut. Zoti i gjithësisë kërkon prej nesh që ta adhurojmë atë të vetëm dhe askënd tjetër përveç tij, t'i bindemi dhe t'i nënshtrohemi vetëm atij, dhe është e vetmja mënyrë dhe formë që njeriu të përmbush qëllimin dhe vlerën e tij reale mbi faqen e dheut, të jetë adhurues i Zotit dhe rregullues i tokës. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.